vëzhgues, duke monitoruar këtë proces të votimit të ditës së sotme. Vora, një pikë problematike përsa i takon incidenteve ditën e sotme, kemi hasur në incidentet të denoncuar edhe nga ana e opozitës. Noka dhe Vokshi patën një moment tensioni. Ja bëhet gati për të votuar. Zoti Celibashi? Shumë teknikalitete a i shpjegoj në News 24 ditën e shtunë për cilat u shpreh se janë bërë të gjitha testet e duhura përsa i takon procesit të votimit elektronik, sikurse u zotua se do dalë rezultati në këto zgjedhje në mbrëmjen e së martës. Kujtojmë që në 2021 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pati një performancë të kënaqshme përsa i takon procesit të numërimit të votave në një kohë më të shpejtë se proceset e tjera zgjedhore. Ndërkohë që ky votim, pra ky proces votimi i zgjedhjeve 2025-s ka zotimin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe kryetari i saj se do t'jetë ditën e martë pas dite. Përsa i takon votimit elektronik dhe numërimit elektronik, kjo do t'jetë brënda afatit si që ndodhi edhe në 2021, pra në kuadër të rreth 30 minutave apo brënda orës kur mbyllet procesi i votimit. Do të shohim se si do të shkohet, jemi gjithmonë tek pushtrimi i lirisë, qendra e votimit ku voton zoti Celibashi. Takohet pra dhe përshëndet komisionerët, ndërkohë që largohet për pak nga qendra e votimit. Presim pak momente për të marrë dhe prononcimin e zotit Celibashi, ndërkohë që mbërrin incidente sporadike në të gjithë Shqipërinë në qarqe të ndryshme për qendra të ndryshme votimit që do t'i përcjellim pas havi. Ndjekim zotin Celibashi? Njësoj është. Pyetje tjetër? Po, kemi disa pyetje, në fakt kemi parë kësaj radhe të arrestohen në flagrancë dhe mos gaboj deri janë 5 votues që kanë fotografuar votën. Çfarë mesazhi mund të përcjellet nisur nga këto raste për votuesit që ende janë në proces? Mesazhi është i qartë për ata votues të cilët janë akoma në proces dhe nuk kanë votuar. Është një mesazh i qartë edhe nga institucionet përkatëse shtetërore për angazhimin e tyre në këtë ditë të rëndësishme dhe për të gjithë ata votues që ka nevojë të përcillet një mesazh, por jo vetëm, veçanërisht për ata të cilët janë në atë idenë që angazhimi i tyre mund të kontribuojë tej votës në procesin zgjedhor, mendoj që do të marrin përgjigjen e dur nga organet përkatëse. A mund të rikujtojmë edhe një herë mënyrat sa ndëshkohen me fotografimin e votës qytetarët? Në rast se fotografimin është minimumi 3 vjet dhe besoj që ky mesazh është i qartë për të gjithë, për çdo natyrë palishmërie në këtë proces. Është shumë e rëndësishme që jo vetëm politikanë, përfaqësues partie politike, po dhe vetë votuesit të kuptojnë që kanë përgjegjësi në raport me procesin zgjedhor. Komisioner, ndoshta ju keni një shprehje, por ndoshta nuk e kemi dëgjuar gjithë. Ka ende kandidat për deputet aktual që janë rreth qendrave të votimit duke u përfshirë në dialog gjas pak miqësore me persona të tjerë që janë aty. Le të marrin të mirëqen që personi tjetër me cili po themi konfortohet politikani është një person që nuk është konform ligjit aty, po a duhet kandidati tjetër ai që zbaton ligjin dhe i nxjerr nga qendra ose i kërkon pastrimin e zonës aty? E bëra pak më përpara një shpjegim dhe pata një prononcim lidhje me këtë çështje, në lidhje me qasjen dhe sjelljen e politikanëve në ditën e votimit,
por është po kaq e rëndësishme që persona të cilët nuk kanë lidhje me procesin zgjedhor, nuk kanë lidhje me qendrën e votimit, veçanërisht ata të cilët mund të jenë identifikuar si persona me precedent penal, është mirë që të qëndrojnë larg qendrës së votimit. Cili është roli i policisë në këtë rast? Kush i largon? Nëse Flamunoka shkon gjen për një person me precedent penal që po bën presion votuese sipas tij, kush e largon, Flamunoka apo policia? Dhe ku është policia në këtë rast? Do duhet që ta raportojnë për më tepër kur janë deputet apo kandidat për deputet, çdo rast për cilin ata pretendojnë që personi është në thyrje të ligjit, në shkeljet e ligjit. Nuk mendoj që e zgjidhin dot vetë, se nuk mund ta them tani për cilësitë e personave që janë, se nuk e kanë ndjekur ato si situatë, por qëndron edhe ajo çfarë thash, që persona të cilët nuk e lidh puna me procesin e votimit aty që në votimi, është mirë të qëndrojnë larg ambienteve të vendvotimit. Nuk kanë asnjë arsye. Po, reporin koordinatorët e sigurisë ju keni caktuar kësaj radhe në këtë aspekt? Po, ne kemi patur raportime në kuptimin që kemi komunikim, por nuk kemi raportime të problematikave. Po, task forca me SPAK-un dhe policinë e prokurorin... Po, jemi duke shkëmbyer, edhe dje kemi patur disa komunikime, kemi patur disa referime në lidhje me disa informacione që ne kemi marrë nëpërmjet monitoruesve tanë, por besoj duhet kuptohet prej gjithkujt që çfarë lidhet me procedimin penal nuk është një proces që ti e fut tani në furrë, do presësh 20 minuta dhe kaq edhe do dali produkti. Me siguri që ka nevojë për kohë për të bërë të gjitha verifikimet e mundshme. Kanë ngelur relativisht edhe pak orë të themi nga përmbyllja e procesit votimit, ndaj meriton të rithjaksoj momenti që qoftë përfaqësues politik, po qoftë edhe qytetar do duhet të angazhojnë në përputhje me përcaktimet e ligjit për procesin zgjedhor. Komisioner, për të rikthyer edhe një herë situatës së Vlorës, nga komunikimet që kanë pasur me disa nga anëtarët e Komisionit Rregullator, më konfirmuan që presin një projekt vendim nga ana e komisionerit për të vepruar më pas ata. Apo bëni një ping-pong mes palëve për të zgjidhur situatën? Jo, takon, domethënë, me drita për të shtyrë. E bëra deklarime publik në lidhje me këtë çështjen, është tërësisht përgjegjësia e Komisionit Rregullator, që nuk do të thotë që nuk është përgjegjësia ime dhe televizia të komisioner. jo në të gjitha rastet, në rastet që unë e çmoj. Kërkesa ju është dorëzuar juve këtë rast i rregullatorit. Unë ja kam përcjell pak më parë Komisionit të Rregullator. Në momentin që unë vlerësoj që duhet ndërmarrë iniciativa, i ndërmarr ato iniciativa. Pra ju mendoni që nuk ka nevojë të shtyhet afati, pra ndaj nuk po i rritësh gjë të tillë, po përpiqem t'ju kuptoj. Po. Pra ju po thoni, sipas gjykimit tuaj nuk është nevojë që ju të thrisni rregullatorin një mbledhje, se ato ju nuk e besoni që duhet ndryshuar orarin. Jo, unë nuk e thras rregullatorin në këtë rast,